Shohim në vijim se si do t'jetë situata meteorologjike mbi vendin tonë gjatë kësaj jave. Kam në lidhje të drejt për drejt meteorologën e Meteoalb, Lajda Porja. Lajda, mirëmëngjes, si do t'jetë koha në Shqipëri? Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Në fakt na pret një javë shumë e nxehtë. Kemi parë që temperaturat kanë patur një ndryshim që nga fundjava, duke qenë se korriku është futur me temperatura krejt normale dhe krejt ndryshe nga qershori, i cili ishte pothuajse përvolues. Parashikohet që sot kemi një maksimum prej 35-36 gradësh, moti do jetë i kthjellët në të gjithë territorin, vranësira të lehta dhe kalimtare. Në fakt, gjatë ditës së sotme nuk presim që të ketë rreshje. Duke filluar që nga e marta dhe deri ditën e diel, pra deri në fundjavë, kemi sërish riaktivizim të masave të nxehta me origjinë nga Afrika, të cilat do të vizitojnë rajonin e Ballkanit rrjedhimisht edhe Shqipërinë, duke sjellë rritje të temperaturave. Temperaturat do të jenë mjaft të larta dhe 2 ditët më të nxehta do të jetë e enjtja dhe e premtja, ku do të kemi një pul prej 40 gradësh, dhe më pas të shtunën dhe të dielën kemi një tendencë në rënje të temperaturave, megjithëse mbeten sërish të larta. Parashikohet në fakt që moti të jetë i kthjellët, të njëjtën dhe të premten kemi rrebeshjet izoluara vetëm në skajin verior dhe verilindor, pra është Barancuri, Fuka, Kuksi dhe Peshkopia dhe zonat izoluara në rrethin e Matit që rrezikojnë rrebeshje. Pjesa tjetër e territorit do të jetë me mot të kthjellët paradite, kthjellime, vranësira pasdite por pa rreshje. Ndërkohë presim që temperaturat më të larta të shënohen në qarkun e Shkodrës, në qarkun e Tiranës, në qarkun e Elbasanit, Beratit dhe Gjirokastrës. Këto do t'jenë edhe zonat ku ne presim 38, 39 dhe 40 gradë. Kemi temperatura deri në 36 gradë në vijën e Bregdetit, kryesisht Bregdeti, Velipojës, i Durrësit, Shëngjinit, deri në 37 gradë do të jenë të Bregdeti i Jugut, parashikohet në një temperaturë prej 32 gradësh në zonat malore dhe do të jetë qarku i Korçës, i cili do të shënojë temperaturat më të freskëta për sa i përket kësaj jave. Parashikohet një 15 ditësh i tyti korrikut, i cili do të jetë me temperatura shumë më të larta dhe krahasuar me pjesën e parë të korrikut, i cili ishte me temperatura shumë normale. Pra parashikohet që na mbetet që gjithë pjesa tjetër të jetë e nxehtë, duke përjashtuar ndonjë ditë e cila mund të jetë 24 orë apo 48 orë, ku kemi tërheqje të valës me temperatura 34-35, ditët e tjera do të jenë me vlera mjaft të larta. Sa i përket situatës në rajon, në Kosovë, Maqedoni, Malzi? Rajoni aktualisht, Republika e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut janë me temperatura shumë normale. Në Kosovë termometri regjistron 29 gradë deri në 30 në ditën e sotme, po ashtu deri në 32 gradë Maqedonia e Veriut, kryesisht Shkupi. Parashikohet që e marta, e mërkura dhe në vijim të sjellin nxehje të motit. Do të kemi temperatura të cilat në Kosovë do të jenë edhe 34-35, Gjakova e Prizreni deri në 36 gradë. Termometrit ditën e premte në Shkup të Maqedonisë së Veriut, pritet që valet e nxehtit të deportojnë një ditë më me vonesë krahasuar me Shqipërinë. Moti do të jetë kryesisht i kthjellët, sidomos paraditet, pasdite do të rrezikohen vetëm në zonat izoluara. Kosova do ketë kryesisht zonat kufitare me Shqipërinë me rrebeshje të izoluara, krejt kalimtare vetëm disa minuta dhe parashikohet një mot i qëndrueshëm për Maqedoninë e Veriut dhe le të themi që duke filluar që nga mesjava, pra nga e mërkura dhe në vijim, do të jetë një mot përvolues për vendet e rajonit të Ballkanit dhe sidomos për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut që ka një mot relativisht më të freskët krahasuar me Shqipërinë. Faleminderit, Lajda. Javë të mbar. Faleminderit.